plot ngjyra të programit fluturues të fëmijëve, ku çdo moment është një aventurë e re, sot do të zbulojmë një histori të veçantë, një histori dashurie dhe mirënjohjeje për dy prej figurave më të rëndësishme në jetën tonë, mësuesit dhe gratë e mrekullueshme. Që nga agimi i dijes, mësuesit kanë qenë drita që na udhëheq, ndërsa gratë, nënat, gjyshet, motrat kanë qenë shtylla e forcës dhe e dashurisë. Sot ne festojmë 7 dhe 8 marsin, 2 ditë që na kujtojnë se sa me fat jemi që i kemi ata në jetën tonë. Nëse mendoni për një superhero, si do të ishte ai? Mbase ka një pelerin të gjatë, ndoshta fluturon mbi qytete ose shpëton botën me fuqinë e tij të jashtëzakonshme. Por a e dini çfarë? Ne kemi superherojnë të tanë në klasë, mësuesit. Ata nuk kanë nevojë për pelerin, sepse forca e tyre është dija. Me shumë durime për kushtim, ata na mësojnë jo vetëm si të lexojmë dhe të shkruajmë, por edhe si të ëndërrojmë, të besojmë në veten tonë dhe të bëhemi njerëz më të mirë. Por si lindi kjo ditë e veçantë? Historia na çon shumë vite më parë, në vitin 1887, kur në Korçë u hap shkolla e parë shqipe. Në atë kohë ishte shumë e vështirë të mësoje në gjuhën tonë, por njerëzit e guximshëm nuk u dorëzuan. Ata luftuan për të drejtën për dije dhe fal tyre, sot ne mund të mësojmë e të rritemi të lirë. Kështu, çdo 7 mars, ne i falenderojmë mësuesit tanë për të gjithë dashurinë dhe mundin që japin për ne. Sot, në klasën tonë, fëmijët kanë përgatitur kartolina plot fjalë të bukura për mësuesen e tyre. E shihni si shkëlqejnë sytë e saj, sepse mirënjohja është dhurata më e bukur që mund të japim. Por festa nuk mbaron këtu. Më 8 mars e gjithë bota feston ditën ndërkombëtare të gruas, një ditë e dedikuar nënave, gjysheve, motrave dhe të gjitha vajzave që ëndërrojnë të bëjnë ndryshime të mëdha. Dikur, gratë nuk kishin të drejta të barabarta me burrat. Ato nuk mund të shkonin në shkollë, të punonin apo të vendosnin për jetën e tyre, por gratë e forta nuk u dorëzuan. Me guxim dhe vendosmëri, ato luftuan për të drejtat e tyre, dhe sot ato mund të bëhen mjeke, shkencëtare, pilote, artiste, presidente, çfarë do që ëndërrojnë. Unë kuptoj që me shumë kohë më parë, grua si kanë pas rregullat mirë dhe ato nuk kanë lënë me shku në shkollë, nuk i kanë lënë me shku në për puna dhe ato i kanë thonë veç me nejtë në shtëpi me pastru shtëpinë. Unë di për 8 marsin se kohë më parë gratë nuk kanë pas të drejtat, si që i kanë edhe djemtë. Dhe mes gjithë grave të mahnitshme në botë, kush është më e veçanta për ne? Nëna jonë. Ajo është forca që na mban kur bijem, ngrohtësia që na mbështjell në ditët e ftohta, drita që na udhëheq përmes çdo sfide. Ajo është superheroina e vërtetë. Sot, fëmijët do të thonë disa fjalë për nënat e tyre. Unë kam menduar fjalën për nënën time se mami im është e ëmbël si një çokoladë. Kam menduar për mamin tim se është si miliona yje. Unë kam menduar se nëna ime më edukon dhe më mëson. Sa bukur, dhe për t'u shprehur këtë dashuri, fëmijët po krijojnë dhurata punëdore dhe kartolina të personalizuara për nënat e tyre. Çfarë surprize e bukur do të jetë për to. Një botë më e mirë fal tyre. Teksa kjo ditë e veçantë mbyllet, ne ndjejmë diçka shumë të bukur brenda nesh, mirënjohje, dashuri dhe shpresë. Mësuesit dhe gratë janë dy shtyllat që mbajnë botën tonë dhe e bëjnë më të mirë, më të ndritshme dhe më të drejtë. Le të mos harrojmë asnjëherë t'i falenderojmë, respektojmë dhe t'i duam me gjithë zemër. Gëzuar 7 dhe 8 marsin. Shihemi në episodin tjetër të programit Fluturues të fëmijëve.